Dikush mund me thonë Blerem, po çka nuk lexoj pra Rugova që pas 96 sidomos mbase nuk e kopi momentin, nuk e kuptoj se deri aty çonte rezistenca paqësore. Po, ishte faktikisht konferenca e Daytonit, sepse pritjet tona kanë qenë që çështja e Kosovës do të trajtohet në konferencën e Daytonit. Libra që kemi lexuar viteve të fundit dëshmojnë që Richard Holbrooku që ka qenë ndërmjetësuesi kryesor në Dayton, ka qenë i tharë që të hapet çështja e Kosovës. Do të nuk kanë qenë vetëm pritje naive të Rugos apo të elitës atashme politike dhe jurnalistike. Holbrooku ka dashur me qetë dhe i ka thënë kolegëve të vet, shiko, Kosova duhet të bëhet shtet i pavarur. S'ka opsion tjetër, 95. Po megjithatë nuk ka hapur çështja e Kosovës. Filluan frustrimet të rriten dhe krijuan momentumi shumë i mirë për ÇK-n. UÇK ka ekzistuar prej 94, realisht ato celulat para UÇK-s ekzistojnë prej vitit 90-91. Po formalisht është themeluar në vitin 94. Po objektivisht rezistenca që u intensifikua nga ana e ÇK-s filloi prej dimrit të vitit 96, do të thotë pak muaj pas Daytonit. Dhe ishte e pritshme që diçka e tillë do të ndodhë, sepse ne si lëvizje paqësore nisëm të harxhoheshim. Nuk u trajtua tema e Kosovës në Dayton, pse amerikanët erdhën, u takuan me ne, na thanë shikoni, tash jeni ju në radhë, po megjithatë nuk ishte. A pa dëshpërim në Kosovë me Skopën? Si jo. Po, për çata. Çu lexoj Rugova çat. Po Rugova e lexoj si një momentum shumë të rëndësishëm i cili duhet patjetër të ngritën alarmet të amerikanëve të tjerë që diçka duhet të bëhet. Para shkak u hap zyra amerikane, kujtohet në prill të vitit 96 është hap zyra amerikane në Prishtinë. Gjithçka ka qenë pas zyrës. Do të thënë ka qenë një përfaqësi edhe diplomatike, edhe shërbimit sigurimit, edhe gjithave. Do të thotë thjesht amerikanët erdhën me na tregu që nuk ju braktisim. Elliot Engel ka qenë në hapje, po USHK-ja intensifikoi këto aksionet dhe gjithë ne i thonim ndërkombëtarëve që shiheshim shpesh me ta që shikoni nuk mund të Rugova me kontrollu gjendjen në Kosovë vetëm si autoritet moral dhe relativisht autoritet serioz politik. Duhet shumë më tepër të bëhet, duhet të fillojnë negociatat për statusin e Kosovës. Dhe për atë shkak, po themi intensifikimi i veprimeve të ÇK-s krijoi ambientin tash që të çelet situata. Pati përpjekje, siç e dini, me iniciativën e Sant'Egidios me Vincenzo Palën që kinse të normalizohen në arsimin Kosovë, të kthehen studentët dhe nxënësit, ajo dështoi më një herë, u pa që Serbia nuk e ka ndërmend të shojpe. Po fatmirësisht ka dështuar. Fatmirësisht. U pa që Serbia e ka ndërmend me nashtim me zor me luftu. Dhe Ibrahim Rugova ka pas një dro, cila ka reflektuar ko pas shkolla me ato deklaratat sa janë mos madhe janë keq kuptuar. Droja Ibrahim Rugova sepse ne folëm herën e kaluar për kërstimin e Kërshëndellave. Kërstimi i Kërshëndellave ka qenë akt vendimmarrës për fatin tonë në të armën. Po është një momentum shumë i rëndësishëm brenda kërcënimit të Kërshëndellave. Aty thotë që se ju jeni fajtor, që se Serbia është fajtore, ne do të intervenojmë. Edhe tash Rugova ka pas frikën mos Serbia po inskenon gjëra të ndryshme me false flag operations që t'ia atribon UÇK-s shqiptarëve dhe atëherë për një herë të krijohet një ambient shumë i keq. Po blen, po tash unë si ri që mendimin për Rugovën e kam ndryshuar vazhdimisht edhe me kalimin e viteve dhe sa kam lexuar për të e prej tij. Po pyetje për mua është e vlefshme, ç'është është e mundur që në një Kosovë ku gjithë kanë qenë LDK, ku ka qenë autoritet moral suprem, i pa kontestuar, ose i kontestuar shpërfillshëm, ç'është e mundur që lindi nevoja popullore për një rezistencë aktive tash jo paqësore, po me armë, e Rugova nuk ishte, si thosh, barci i saj. A ka qenë kundër luftës në përgjithësi, a kundër momentit për luftë? Serbia dëshiron ta mbajë sa të mundet me forcë Kosovën, natyrisht edhe mundësitë e provokimeve të konflikteve më të gjera, prandaj ne kemi qenë mjaft të kujdesshëm, sepse e dim se rruga tjetër do të jetë shumë e rrezikshme për shumicën për shqiptarët në Kosovë, por edhe për të tjerët. Jo, nuk ka qenë kundër luftës përgjithësi, këto flasin edhe njerëz të LPK-s me së A ka pas angazhim të LDK-s dhe të Rugovës me bë diçka ushtarake? Jo, ka pas ta zëm këto grupet e para që shkojnë në Shqipëri në 91-92 që trajnohen atje, Adem Jashari, Zari Pajaziti dhe shumë të tjerë, faktikisht janë organizuar për strukturat e LDK-s në Kosovë në Perandim. Me vedije të Rugovës. Me vedije të Rugovës. Është krijuar një ministri e mbrojtjes, një ministri e punëve të brendshme me insistimin e Rugovës dhe me shpjegimin tonë se atëherë u krijua një farë qeverie
në ekzil, u arbukohë për kryeministër, doli jashtë, edhe aty kanë qenë njerëzit që janë afishuar dhe zyrtarisht lirim që janë ministrat mbrojtës dhe ministra të punëve të brendshme. Po faktikisht edhe ka qenë sistemi sindikatave të punëve të brendshme, ish oficerët policisë kanë qenë të organizuar aty. Krejt sistemi ra fatkeqësisht. Ndërpërtoi sigurimin e Serbisë, randa e ministrisë. Shpionaj dikush me ma pak. Pa shiko, në atë rrethana me gjithë ata mikrofona dhe me gjithë ato përgjigje ka qenë gati e pamundur mos të bjen ai sistem, po përpjekje ka pasur, nuk mund të themi që s'ka pasur. Rrugova i ka druaj të shfarosë shqiptarëve. Sepse dhe fati i tij personal, familjar ka qenë shumë i keq. Po kritik thonë falë që po ndërprej. Po, lirisht. Kritik thonë krahas kësaj që ka pas edhe frikë të humbjes së kontrollit politik në Kosovë. Rrugova. Për shta edhe ka pas dyshimet e tilla distancën mendoj që normalisht kur je në batin e lëvizje politike ti beson që duhet të mbesesh në krye të asaj lëvizje deri në momentin final. Momenti final do të ishte shqirimi dhe pavarësimi i Kosovës, por nuk e besoj kur që ka pas një rivaliteti politik. Shiko. Pra shtysa ati s'ka qenë frika e humbjes monopolit politik. Shiko. Asnjë popull nuk e do luftën deri tash do të themi hapur. Shumë kush e përmend, pastaj do të bisedojmë se pak më vonë suksesi i tij pas luftës. Ishin marrë zgjedhjet në zonat e luftës në 98-ën, po besoj 80% kishin votuar për LDV. Sepse është normale. Gjithë ajo kryengritje ka qenë jashtëzakonshme. Sakrifica ka qenë jashtëzakonshme. Po njerëzit kanë vujtur, janë sakrifikuar, gjithsesi ka qenë një momentum i cili akoma ka punuar në dobi të Rrugovës. Edhe në vitit 98, momentumi politik ka qenë çuditshme, po kështu ka qenë, do të thotë. Nga ana tjetër, e përmendëm më herët, do të thotë amerikanët kanë qenë ata që i kanë thonë Ibrahim Rugosën prani time, që duhet të ÇK-ja të hyre të bërë pjesë e negociatave bashkë me ju. Para Sarana pak, sidomos për Trim. Sarana pak atë deklaratën që ka rrezik që UÇK-ja mund të jetë dorë zgjature. Përsëri them, nuk e di që është një grup i organizuar siç e paraqesin si ushtri, mund të ketë grupe të frustruara, por serbët këtë e përdorin si pretekst dhe mund të jetë lojë e serviceve sekrete serbe. E thash pak më herët, do të thotë friga e tij ka qenë që Serbia do të inskenoj diçka, nuk ka qenë frikë kot. Pra po thu, deklarimi i Rrugovës ka qenë strategjik në kuptimin që le ta lëshon këtë deklaratën ndërkombëtar, që nëse Serbia tenton diçka, me qena janë problem, e jo kundërshtie e tij për një krah tjetër. Ai ka dëshmuar në Hag, kujtohet në timin e Slobodan Miloševićit. ÇK bila terroristička organizacija. Jo, nuk ishte terroriste, por njerëz që kanë reaguar ndaj dhunës dhe represionit shumë vjeçar që është bërë në Kosovë. Pra, qëllimi i tyre ishte që të arrihet liria, të mbrohen njerëzit. Dhe është një prej dëshmive shumë të sakta, sepse e ka kap nervin e rezistencës popullore, se për te pragut shtëpisë s'kem ku shkojmë, thonë te Rrugova shpesh. Kështu që këtë shqetësim e ka pas Rrugova. Po shikon ata mbien çfarë kemi qenë ne, pa telefona celular, pa internet, pa Vibera, pa WhatsApp, do të thotë prapë kemi funksionuar shumë më mirë. Kontrolluam gjithkohë. Prapë kemi funksionuar shumë më mirë. Shiko tek e fundit ushtarët e UÇK në mas të madhe kanë qenë pjesëtarë të DK-s. Pjesëtarë të DK-s, fshatarë, qytetarë, pjesëtarë të DK-s. Është llogaritur që është një lëvizje gjithë popullore, edhe kryengritja armatose, pos kryengritjes paqësore që patëm në 88-ën që u lind LDK-ja, tash e kemi kryengritjen armatose. Dhe po mos ishte kjo periudha 7 vjeçare, 8 vjeçare rezistencës paqësore, nuk do të kishte justifikim për luftën e UÇK-s. Sikur të UÇK-ja ta zëm teorikisht ishte paraqitur në Otenishin. Po. Me kishin thënë Serbisë bën çka dush me ta. Nëse mundesh vraj krejt. Po ne patëm përpjekje, na i dham shans paqes. Nuk pati sukses. Çajo e ka mush kapital. Ka mush kapital, UÇK-n justifikim se mos të harrojmë se në komunikatat e UÇK-s që kemi përmendur edhe më herët në emisionin tonë gjithmonë thuaj lufta na është imponuar. Nuk kemi dashur. Edhe çka po kërkojmë? Po kërkojmë që të vjen NATO në Kosovë ta imponoj paqen. Nuk thonë ata që ne kemi fituar luftën. Nuk ka pasur deklarata të kota. Kështu që ky është një simbiozë perfekte dhe mundsoi që faktikisht ne të shkojmë në konferencë paqësore dhe ta ngritim Kosovën në pjedestarin. Në një formë u kuptu që Rrugova s'ka probleme me UÇK. Jo, përkundazi, do të thotë ne Ibrahim Rrugova ka qenë në mbrëmjen e parë kur jemi shku, ku s'ka qenë Hashim Thaçi, po më pas nesërmën, ku Ibrahim Rrugova shpajtuar që kryesuesi i delegacionit të jetë përfaqësuesi Po UÇK-s. shpajtuar Rrugova vet. Po. Natën e parë. Është vërtet e kam, po më duket e kam lexuar që ka thonë nëse nuk është UÇK-ja s'jemi as ne. Jo, normalisht.
Ja pranojmë gjithë, ja se pranojmë asnjëri, kjo ka qenë. Tash para mendoni në çfarë thona, po ishim së bashku. Edhe në fund e dinim që marrëveshja Rambojës është marrëveshja më e mirë e mundshme dhe po çel udh për pavarësi, kemi thënë shpesh herë te ti. Dhe ky ishte një ambient tepër i mirë, një përfaqësim tepër i mirë i Joni dhe një gatishmëri Jona prapë të rreshtohemi si duhet. Rreshtimi politik është alfa dhe omega. Se din të rreshtohesh, po. Më falë që po ndërprej. Po. Rugova ka njoftë autoritetin OÇK-s. Po dhe përfaqësuesi OÇK-s e ka njoftë si president Rugova, apo jo? Po, absolutisht do të thotë të ke fundit po presidenti kanë thonë po, ideja ishte që të bëhet qeveria e përbashkët. Po. Nën presidentin ndërkohë që mandatorit të jetë nga OÇK-ja, më vonë u mor vesh çashim thashë të jetë mandatar. Edhe që në qeveri të jenë përfaqësues edhe të LDK-s, edhe të OÇK-s, edhe të lëvizjes të demokratike shqiptare në krye me Xhefçosjen. Madje edhe neve na patën thënë mua vetëm suroj që nëse dëshirojnë të vinë në qeveri, po ne kemi qenë kundër. Do thotë ideja ka qenë që të bëhet një bashkim shumë i rëndësishëm për implementimin e marrëveshjes Rambojës, sepse ishte me rëndësi që edhe marrëveshja të zbatohet. Prandaj ishte ideja që të bëhet kjo qeveri. Krahasim se kjo është me supozim, po të kishte qërë lloj politikan Rambojë. Po zgjedh të shkonin fare ne. Ndoshta do të refuzonim Rambojën, do të thonim jo, kjo është e pamjaftueshme, po ne kuptuam momentin dhe shiko vazhdimisht ditë e natë kemi qenë me amerikanë në atë periudhë, edhe me evropianët, nuk duhet i përjashtoj. Kemi qenë me amerikanë. Nëse amerikanët na thonë, shikoni, kjo është oferta që nuk kupton kushtetutën, nuk kupton ato që biseduam unë ti më detalizuar, transformimin e jo shpërbërjen e OÇK-s, që nuk kupton drejtën për me mbajtë referendumin pas 3 viteve, vërtet ishte një arritje solide. Edhe poshtë tirash na thuaj që do të bombardojë Serbia nëse se pranon marrëveshjen. Edhe më e rëndësishme OÇK-ja nuk kishte kapacitete më të luftojë, ishte normale, ishte një luftë krejtësisht e pabarabartë, një luftë heroike, titanike, si dush quaje, nuk gabon ta quash. Pashen e tillë pikërisht e pabarabartë. E pabarabartë. Prandaj ishte krejtësisht të kuptueshme, ne kuptuam që duhet ta pranojmë marrëveshjen e Rambojës dhe duhet të shohim se ato ndodhin në etapën e ardhshme. Dhe ndodhi më së miri që mund të ndodhte, ndodhi bombardimi.